Çfarë nëse keni jetuar edhe më parë, e pas ndrimit të jetës tuaj, krijuesi ju ka ngjall? Çfarë nëse ringjallja është ndodhi, ciklike, individuale dhe gjenetike? Çfarë nëse ju kanë manipuluar që të jeni mohues të përbetuar? E çfarë nëse kuptimi i fjalës din nuk është fe, por gjykim? Ky është dekodimi i të drejtës së merituar. Përshëndetje dhe mirë se vini. Me vështirësinë vjen lehtësimi, me sabrin vjen naimi. E nëse ky i lumtur është bërë përsëri zullumçar, do të transformohet sërish në durimtar. Toka është arë, çfarë të mbjellësh, atë ke me marë. O ju njerëz, shërbejeni Zotin tuaj, i cili ju krijoi juve edhe ata që ishin para jush, ashtu që të jeni të devotshëm. Çdo njeri është Zot i vetvetes, për shkak se ligji i mbjelljes dhe korrjes është ligj i drejtësisë absolute. Toka është arë, çfarë të mbjellësh, atë ke me marë. Krijuesi nuk i bën askujt pa drejtësi. Ata të cilët i shërbejnë hajrit ose të mbarës, i shërbejnë vetës së tyre, Zotit të tyre. Zoti yt të krijoi ty edhe ata që ishin para teje. Nën kupton, kjo jetë nuk është e para e as e fundit. Me fjalë të tjera, ne jemi para krijuesit duke e llogaritur veten. Si e mohoni krijuesin, e dihet se ju ishit të vdekur e ai ju ngjalli, mandej ju bën të vdisni e pastaj ju ringjall, e mandej tek ai do të ktheheni? Kjo është arsyeja pse besimtarët, kur i godet ndonjë e pakëndshme thonë, ne jemi të krijuesit dhe ne vetëm tek ai kthehemi, sepse e din, atë që e kanë punuar, tashmë e kanë gjetur. Ata janë të vetëdijshëm ndaj ligjit të mbjelljes dhe korrjes dhe ringjalljes ciklike. Ose me shembullin e atij që kaloi pranë një vendi që ishte rrënuar deri në kulme e tha, si e ngjall krijuesi kët pas vdekjes së tij, e krijuesi e bëri të vdekur atë 100 vjet, pastaj e ringjalli dhe i tha, sa qëndrove? Ai tha, 1 ditë ose 1 pjesë të ditës. Ai tha, jo, por ke qëndruar 100 vjet. Vajhalli për shtrembëruesit e fjalës së krijuesit dhe predikuesit me portofol.